gjë, që nëse ne harrojmë që rolin kryesor që kemi në këtë proces dhe rolin kryesor që kemi ne si Shqipëri dhe si shqiptar për ta bërë Shqipërinë ashtu siç duam, është të krijojmë klimën e duhur dhe të krijojmë mikpritjen e duhur për investitorët, dhe nëse këta investitorë largohen, nuk është problemi që nuk do bëhet zvërneci. Problemi është që nuk do vi më njeri për kush e di sa kohë. Se do thonë kur dhe ata nuk e qanë dot atje, me ata s'merrim vesh. Këto janë të vërteta që po u them sot siç i ndjej. Mendojini gjërat. Mendojini. O do zgjedhim zhvillimin e qëndrueshëm me investitor të ekselencës, se nuk e mbarova numrin e brandeve që kanë bërë marrëveshje. Rosewood Hotels, Mandarin Oriental, Atlantis. Atlantis nuk ka ardhur në Europë. Atlantis është vetëm në Dubai. Edhe më duket mos gabohem Kinë. E doni ta sillni në Europë? Silleni në Vlorë. S'doni. Nuk them pa problem, se është problem shumë i madh, por unë me forcë kundër jush nuk jam interesuar. Me forcë kundër atyre që me forcë na kanë qëndruar përballë ne dhe Shqipërisë, po deri në fund pasi problem. Po me forcë kundër jush jo. Që t'ju shofun juve, që të shkoni mbas Berihajt, të Fatos Lubonjës, që jeton me makthin e mafjes që kur u nda nga unë nuk e pranoj dot. Respekt për atë si person, respekt për vuajtjet e tij të mëparshme, por mafjen që ai më tregon mua, ma tregon sepse është njësoj si ata që i tregonin atij armikun e popullit. Njësoj. E njëjta gjë. Doni? Aty e keni dhe ato. Këtë doni. Që mos them dhe ata tjerë që rinë tani të fshehur, se thon inshallah tani, po qohen ata që e kanë mbështetur Edi Ramën, edhe po shkojnë mbas Berihajt, se ne nuk e mundim dot.